ai kishte lënë një letër që fatkeqësisht gjyqja nuk e lexoi kurrë, ama në duart tuaj erdhi në vitin 2007. Kolegu do ta lexoj për ne dhe më pas do na tregosh për jetimet kur e pat letrën për herë të parë. Po lexoj një gjë të shkurtër, i dashur vlla Skarim. Unë jam mirë e shëndosh dhe sido që të vi puna për mua merak mos u bëni. Për vete nuk kam as dëshpërimin më të vogël se si duket ne pas kemi në gjak të jemi të guximshëm. Kam dëshpërim dhe merak për ty dhe për gjithë familjen që po ju lënë në mjerim, por kjo tani u bë. Po të dërgoju Nazën, jepja Fatos që ta ketë këtë si kujtim më të shtrenjtë të jetës saj. Nuk jam në gjendje ta këshilloj si të veproj gjatë jetës saj, por ajo do ta gjej vetë rrugën e drejtë dhe të nevojshme. Thuaj që të më falë që e kam shpënë në këtë mjerim. Kjo është letër cilën unë kisha lexuar dhe përpara, shumë kur është publiku një pjesë e dosjes, sepse është letër që e kishte autoriteti dosjeve, dhe në pak rreshta dhimbja dhe dëshpërimi i njeriut, po me i karakter të fortë. Po, dhe e pranon fatin e tij, nuk kundërshton. Ai del mbi çdo gjë, domethënë del mbi veten e vet dhe normalisht është njerëzore që meraku ishte te fëmijët dhe te shoqja, domethënë. Nuk jep, çuditshme është që nuk jep asnjë porosi për të shoqën. Zakonisht në këto raste burrat janë kaq egoist sa i vendosin ndalesa, ai është 26 vjeç. Me siguri nuk kam menduar që do ketë atë fat, pra kam menduar që mos do shpëton. Po pra, dhe ndoshta ajo dita kur të shkruar atë letër do të jetë diçka më vonë se sa ndodhi realisht. Me sa kam lexuar, ka qenë një ligj që sikur u bë që mos të vareshin, apo e kam lexuar gabim? Jo. Domethënë, pastaj më vonë i bini për shkurt se do vrisin më tepër dhe ishte më kollaj me plumë, domethënë, por nuk është se kam pas gjithmonë dëshirë për të vrarë, domethënë, janë komunistët ta janë. Kishte falje në atë, kishte falje. Jo. Aq më tepër që në këtë rast, në rastin e Kënetës Maliqit, ka pas një lloj nxitimi për të gjykuar dhe për të ekzekutuar në moment. Normana, si e kujton gjyshen tënde? Një grua që respektonte këdo, edhe më të voglin do ngrihej në kënd dhe t'i thoshte mirë se erdhe burrum, që më bënte shumë përshtypje, që pse edhe për një të vogël duhet respektuar aq shumë. Një grua fjalë pak, mbaj mend që gjithmonë çdo gjë nga fukarallaku e ka pas pirë si cigaren gjysëm dhe edhe filxhanin e kafet gjysëm. Thënë çdo gjë e sikur e ndante me dikën në vetvete. Ju keni jetuar një periudhë të gjatë në mjerim, kam përshtypjen, keni pas vështirësi edhe ekonomike, apo jo? Mbas varjes të gjyshit janë internuar në shumë qytete të Shqipërisë. Kanë qenë kështu si në përkasolle, sa me një, dhe qyteti i fundit ka qenë Kavaja. Babai e konsideron Kavajën qytetin e mikpritjes dhe ka pas folur gjithmonë me shumë dashuri se u rrit atje. Dhe thoshte, nuk kam më mikpritës se Kavaja, e kam shtëpinë time të dytë.